Shikues të nderuar, mirë se vini në edicion. Veç të hase, shumë shpejt e hase, s'kisha ku më parku që atu të fakultetit teknik. Vazhdojë të njëse emisionin shpejt e home njerë. Po s'ka kuptem. Po. Nga stafi vish mja largu bre. Lema që të poshtë. Atëherë shikues të nderuar, mirë se vini në këtë edicion festiv të vitit të ri. Unë para se të uroj vitin e ri, atëherë dëshiroj të ndaj edhe disa pjesë nga kjo natë festive. Si do të festohet viti i ri, çfarë kanë përgatitur televizionet tona për ne dhe çfarë ka dallim kjo nga viti i kaluar. Me mua në studio janë ekspertët e ekranit dhe prapaskenës, zotri Arsim Brovina nga Akademia e Shkencave. Përshëndetje. Zotri Nusret Azemi nga Sindikata e Tekst Shkruesve. Mirëmbrëma. Zotri Tom Loshaj, ekspert në njohjen paraprake të hiteve. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe zotri Vedat Gashi nga Shoqëria Civile. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zotri Gashi, çfarë pret nga ky vit? Çatër ka marrë se kam ratën e fundit një kredi që pa ta marrë, edhe besoj që kryet dhe atëherë rahat do t'jem. E kisha fjalën për skenën muzikore? Sa hiç. Njëjtë si në vitet 90-ta. Vitet 90-ta, vitet 80-ta, Labia 95. Do më thonë komplet njëjtë. Pak muzikë në mes, pak humor, pak këngëtar që tentojnë me ka pak humor mes, do më thonë mes muzikës atë. Kjo është krejtet, nej për talë, besa mos harrojmë që ka bo humor me shtetin, dhe krejt në fund me fjallë tjera, kur gjë heq. Do më thonë njëjtë. Por nga ju vje kjo ide? Kjo ide më vjen për loqkës përvojës tem, që sa vjetë kemi televizione, halo emisionet e vitit ri i bojnë keq, ose jo për shijen tem, kaq. Por si pas jush, si do të ishte një program i pasur? Jo si pas me, po si pas botës. Veç kapni, analizoni mediat ose televizion matë moja në botë, se qka ata përgatisin për vitin e ri, shumë thjeshtë. Një bredh në prapavi, në fund i marrin disa pamje me fishek zjarën, metropolet e tynev, edhe kaq përfundon, urime gëzuar viti ri. Ndërsa të na, moderatorët, kapen, lyhen, gjyhen, dejnë ngu, thuti që kanë me shku me najë synetin kemer. Pra ju jeni kundër programeve të vitit të ri? O, kush nuk qyrë televizor në këtë kohë, oj motër, kush nuk qyrë. Që tashtë, komplet ata njerës që jënë po këtë emision tash, i kësha pyt, sa njerës i keni në dhomë që jënë me telefona ndorë? 3-4, komplet bre janë, komplet me telefona ndorë. Televizorin nuk e këshyrin, është në prafa vi me naj muzikë të lodhë. Po, shumë të lodhë. Do me thonë, programet e vitit ri janë humbje kohë. A dim se janë humbje kohë? Si janë shumë të lodhë, edhe i kemi bo shumë të lodhë, i kemi degradu, i kemi bo keq, shumë keq. Qikash ka me thonë. Mandej e dim na këtë kulturën tonë, që qështë jemi të nej, do me thonë të ungi, të hongër ushqim, dejnë të e kupa të ujen, kapëm, mindilin edhe i agrohim valle midis dhomës. Këta jemi na. Ja, unë nuk pajtona me këtë. Asun. Edhe unë nuk pajtona me këta. A mu më hanë. A keni ndonjë ide se si do duken VIP-t shqiptar për natën e vitit ri, jo si organizat ndonjë iniciativë? Po, na si vjetë e kemi marrë përsipër me vesh Valdrin Sahitin, se edhe ftoft edhe po nërth, edhe e kena për zemë na Drinin Drenushën, edhe e kena si nep, kështu që... Akademia Shkencave Arteve të Republikës Kosovës, për këtë fund vit, ka përzgjedh figurën e Labit. Urime. Labit, o pop Labit, moderatorit. Organizata jonë ka vendos si vjetë më marrë me Dafina Zeshirin, është, po menaj, jetike më marrë me ta, mja gjithë qikës zhanërin. O metë pa zhanër, o metë shumë kesh, ta një më marrë me punë gjera. Zotëri Azemi, pse Valdrinin, kura i vetë është kreator mode? Se po nerdhë. Bashkë takova një ditë të ju të krediti, se më dashke një kredi e shpejt me morë,
një boshpum, diçka më janë ndru sot më bora atë boshpum për kerit, e takova atë Valdrinin, kur ma dha dorën besëm, i mërdhit, adin bashkë si mja dhonë dorën një gjenazës më dë. Edhe vendosëm që me marrë një iniciativë, edhe me vesh, me pocit Valdrinin, me t'ja vesh danet, adin, ngushta kështu për fundrit, qërap leshta, mja vesh pantollat e somotit, rrypin mja pocit mirë, një bund, shallin vetë syt mja lanë. Adin let një të dhaj, se është ndamin e Kosovës që me ndodhë diçka Valdrinin me kap në i farë reume ose diçka t'il. Apo kupton? A keshit të vështirë ta bëni drenushën? Po, unë e thira Valdrinin në telefon, njëherë fillim u sill pak keq, po tani ja thira një daj, deçanit, nuk dull, ja thira një daj, tani dull. Ja nisi pak si me zot nalt, aty Valdrini, ja, a dini kush jam une, ja, a din që unë e kum shit fostan 10.000 euro, jo, a din që për veshjet e mija folet në krejt botën, apo kupton? Po sill pak keq, po tani bile bashkë daja, tha ati bi, thash u plak në gjëks, t'ja nxirri atë zonin e pules. Thash, daj s'ka nevoj, se i but, thash është kë artista, në zbut, një me u zbut ai Valdrini, edhe e kuptoj se na për të mirën e ti e kishëm, atin e kishëm për me vesh ato, po çka po du me thonë është që Valdrini mendoj se inspirohet shumë nga Dag TV-ja. Se i ka që ashtu teshat me ngjyra, bile e kësha lutë regjinë nëse ka një foto... Që e teletabeset? Po, që, kjo është foto. A e sheni? është me ngjyra që unë, për shembull, nuk i kisha vesh këtu tesha kur, po që njerëzia i veshin, atë së një naljon e. Zoti Brovina, pse pikërisht labin? Shumë pyetje me vend. Unë prej që një vetën, në dhomën time, kam një kalendar me fotot e labit duke dalë nga deti. Kalendari është viti 2007, me gjitha të me fanatizëm e mbajmë në shtëpi. Dhe afër fotos e labit, ndodhet edhe foto pra ngjitur, i të ndëruarit Ernest Koliqi. Këtë kalendar, me thënë drejtën, e kam për zemër. Pse labi? Sepse labi është shumë labë. Në fakt është labinat. Çka në kuptojmë me shumë lab? Kur thamë është shumë lab, i bie është shumë unik. Edhe nuk du të harrojmë që labi është i vetmi udhëheqës televiziv, i cili nuk ka harruar në asnjë moment për bijat tona, motrat tona, tezët tona, hallat tona. Pra është i vetmi udhëheqës i një emisioni televiziv që i bashkon të gjitha në një, pra në emisionin e tij. Zotëri Loshaj, ju përmendet Dafina Zeqirin. Çfarë po ndodh me të sipas jush? Dafina Zeqiri u paskap mirë në muzikë. Për një me u ka mirë edhe qika pa të kuptu mirë muzikën, shkekene për emisione me vjeher, abdin bëjke tekstet mira, kongët mira, bash më thonë me plët gojë kështu synin qelta leke. Po këse kush e mashtrej? Qka u bo? Ana e fans, ana e farë producentja. Edhe qika diçka e ka hub zhanrin, u mjetë pa zhanr. Në ditë bashkë e menova, thash mos ju ka hi uja në studio. Ju ka hi uja, thash në dalë në e farë lokacioni tri, thash deri sa ta renovojnë studion, e për një me kjo po mërko. Po, së më rezultejke shumë binë se edhe kjo. Me kalimin e kohës e menova, thash mos ja ka thy kush në i gjëmë studios. E gjuhë një gure edhe se vrenë, ta një kap ka pak promoja, a ne ka kap promoja pak këngëtaren edhe s'ju ka nejtë në studio. Po, nuk e di, tash duke u bazu gjithmonë në Instagramin e Dafinës, udhëtimin e funit që e pat në Maldive, për një me o pat unë bo marak, duar në zemër, saj Maldive të sinështojnë, jenë larë, këtë gjejtë sa pull, edhe e këna këshyrë, bashkë më ka bo për shtypja. Për shembull, setin fotografik që ka bot funit, o kanë shumë për çdo lavdat. Si o janë dalë në deti, aty në plazh, afër detit. Me tahmin ka 6 e diçka, o kanë 6:15, edhe nuk ju kanë dalë fotografive renë. Kisha propozu, bashkë bisedus, me shku njëherë mi pa fotografit një ka një, edhe mi analizu. Shkojna me foton e parë, fotoja e parë e ka bo, dikon ka
ka 6 e gjys që ashtu, ja ka shkrep një selfie. Pe këtu, hitëmë nuk ja ka do heq. Shkojmë fotën tjetër. Foto e dytë u bo dikon rreth orës 8:24, me këtë foto shije Dafina të dalë si prej kachube dyqysh, si zhag të ardha, përsheni. Shkojmë me foton e tretë. Në fakt, kjo nuk është foto, është një video ku shihet Dafina të botë furqe. Të vërk i bjen kjo? Po, mirë, në rregull është, ose thënë ma mirë të i shku në qebet. Do më thonë shkojna me foton e 4, po shihet Dafina që është të shku pëzeqe në drejtim panjohër, për vrejnë edhe vetë. Në foton e 6, jo, po në falim, në foton e 5, Dafina shihet ty u kthy për detit. Do më thonë, vish ka njës pak me ra ersira. Po shihet, do më thonë, të fotoja e 6, ku u terru, u kry puna për sëd. Shkojna me foton e 7, veç shihet që ka njës më lodhë më Dafina, u ngellë, u tesh në shpirt, po shihet edhe vetë minzi për në ullë. Në foton e 8, veç është më terë borg, që thojnë më tash t'i gishtin në sy nuk do këtë kur gjë. Në foton tjetër, mirë, dhe më thonë me këto ape përfundojna, sepse këngavtoria u ngellë me shpirt, kështu që unë e propozoj, do më thonë, të e po artistën që u hutu pak, menaj që na do të me punu shumë, mja gjithë një tekst shkrus të mirë, një producent mirë, që qiken me këthy në binar edhe me këthy në pozicionin të cilin nuk kanë. Jo me humë ka të shumë kohë në për Maldive, me fotografie, me gjona tila. Thënë thjesht, si organizat për punojna, me këthy qiken jetë, se për një mena shkoj qika pashtë. Po, kolegë, edhe unë mendoj që kjo Dafina ka fillu me hi lugave kur ja nisi me do kongë angleze, që aty ja ka nisë gurdnet me hongër. Që aty o konë? Ti ishe fenomenal. Faleminderit. Një lidhje me kur gjo në ki. Që shtot një fjallë qenë të lehin, a karvani ynë veç e vazhdan rrugën. A di që kam do kështi? Sikur këtë shkan me najtë do teza, adin, e që e teza ja ka një burë fort bajachëm, që tanë ditën rënd me gra, që të bo lafet grave dhe të folë qysh nuk po funksionën shteti. Qa shtu e kam do kështi? Po veç ti ke diplomu në kolegjin EUX, që si kolegji privat, ke diplomu në ora 3, i njëjti kolegj në 3:20 unë byllë. Ja, kush po folë, biletys lejo të ish me folë, që pe thëm haptas këtu, para kretve që ti e njeri i partive, i pagum për mja qitë faqen e zezë stradës, që? Mutin ma hangsh. Ja, mani. Ta ha bre, ta ha për shkak që ti emisionit, ta ha ta që një gërrysi. Ja, mani, mos e godni se për një me gjinja jenë para televizorit, jenë para kompjutera, të e qiruna e par mandarine, bajat po një këto sene para neve. Ne do t'jemi pasqyra shoqërisë. Sërdesht. Veç mos më nëzeni e telat, amonin ja u kam. Zotëri Nusrat, qëfar ka të përbashkët Valdrini me figurën e burit shqiptar? Drenusha është një mashkull ndaq i dizajnit, ndaq i pushkës. Ndaq i penes. Pa, është bajraktari i punëve të mira. është shembull, njeri shembull që duhet me konë një dhëndër. Bile qa që është burë, qa që ta një traditën shqiptare, qa që ta një kanunin, sa ndëgjova që njerëz kanë fillu për me thirë me pajtu kështu nga tresa, vllaznit kur dalën me zveti, me pajtu familje. Pra, mas Anton Qetës është Drenusha. Nëse unë kisha dasht më konë dikush tjetër, kisha dasht më konë Valdrin Sahiti. E kemi një estradë kompletuar. Jo të kompletuar po cit. Bile mundohë që në vitin 2019 unë e kom me dalë me një album. Jo, që shtot MC Kresha muzika nuk po ngohet, po këshyret, ama unë kom me dalë direkt me një spot, me një ngjarjet po cit, me do femnat po cita, me një tekst po cit, me një vizion po cit, me një fjallë nuk kom e lonë këtë farpune pa e po cit fort. Ti kthehemi një tekstit të një këngë të cilin për mendimin tem ka një hapësirë manevruse. Lufta është bache nga Gent Salihu. Bravo. Zotëri Gashi, po shoh që keni material për këtë këngë. Unë Gencin e shmoj veç pse i komplikon gjanat. Do më thonë, nëse të bjem puna me unisë në Shëngjin me te, është në gjendje me të qu për hirt mistikës, ka Suedia,
edhe është në gjendje me u mundu me të bind që ajo është rrugë më e shkurt. Kaq. Unë para se t'hidhesha tek ajo se çfarë fshihet pas Gencit, doja të analizoja njëherë këtë tekst kësaj kënge. Është hera e parë që ne si akademi nuk kemi ndonjë qëndrim rreth këtij teksti. Kënga nis kështu. E di që gjithë ke qenë e kaltërt, jo qaq shkak të detit, sa ngjyrës në përgjithësi e lulës së rinis, e ajrit, tokës dhe qiellit, që shpesh o ba i kuq me ty. Unë nuk e kam idenë as më të vogël se çka flitet në këtë tekst. Unë e di. Është fjalia por thot e di që gjithë ke qenë e kaltër. Do me thonë, fjala është për fokën. Për kë? Fokën. Unë asë që pas na di që ka fokat kaltërta. As ky vetë nuk e ka ditë dhe sa ka po. Po më duket që thot këtu te fjalia e dytë, thot jo qaq shkak detit. Edhe shtu është veç një shaj e vogël që flet për fokën. Po kjo pjesa tjetër thot gjë? Thot sa ngjyrës në përgjithësi e lulës së rinis, e ajrit, tokës dhe qiellit, që shpesh o ba i kuq me ty. Ja, këtu më rej më të gujes për që di me të kalzu që është, ja. Do më thonë ta artistat e revolucionit lokal mjafton për ta më bindë që këta kanë mirë edhe kjo është punë e mshit. Do më thonë, është në rregull gjithçka. Po t'i kthejem këngës. O, pse? Po i lën këto sene me të munu, kur 100 herë e kam dëshmu që lufta është bashkë. Jo, nëse lufta është bashkë, atëherë pserat e specave pi bjen më konë naj pos blok, a naj... Ja? Ajnë e melon që të farkongë, krejtë se ty be qëtash me vetë gencin ditë më taknu pa tekst qatë dushki. Ajnë e për me ndonë. Po, që kalojna. Okej, pra vazhdoj me Rina Balaj edhe kënga e saj Ashiqare. Gugje bo që tash. Kjo qika ka nevoj veç pak me trash zonin. Se e ka një zo si të hullë, si të fmiz diçka. Unë kam shumë respekt për të, po unë i kësha thonë kësaj me marrë një iniciativë dhe kësha këshilu që 3 herë në ditë, dhe me thonë, më nejtë ndurë, dhe me thonë kom të naltë këtë pozicion, se në këtë mënyrë, edhe në këtë mënyrë me fillu me repovata, jo? Se në këtë mënyrë, dhe me thonë, diafragma qohet ka gërklani, edhe në momenti që diafragma në gjitët të naltë, respektivisht ullet të poshtë, atëherë zoni fillon me utrash. Këto ja kësha propozu. Besoj që kjo teknik ka efekt, megjithatë unë kisha pas qef pak me u ndalë tek teksti. Dëgjoni me vëmendje çka thotë. E di krejt o ka cilët ashiqare, po gjelozon o ka shijet ashiqare. Mshe with my bitch tu kysh në dritare, ashiqare, ashiqare. 18 vjet I'm a living legend, thotë këngëtarja. Më ki i nati se I'm flexing. E qela derën, i thash asaj, it's new boss in office, i qes kom për mi tavolin, për ndryshe prej tash ka ardhë bosi rinë zyre. Femrën ton dhe këqyre qysh po këcen, me më thonë mu personalisht, shu plaka gojë se kisha i. Por, shumë punën e kryke, s'po ma thënë mo, jointin myte, ma zi si thash. Rinën këqyre nëse donë me pa ma nalt. Bitch what? Qysh fol ti për mu, kur ti sëm nje? Bitch what? Qysh po dënë mu shty ti me mu kalzëm? Adi qka? A ka përcejmë që të kongës edhe për një megen apo do vjetë, edhe bajat. A i një për. Hiqe. Veç pak. A jeni ty e vrejt që qika, sa vjetë mundë mi pas kjo? 17, 18? Ha? Po, që është të qika? Thot, jointin myte. O ti qika mirë, po myte pije bë qa dush me të, se për veti e ki, jo për mu. Por, kur përdalin në intervista, edhe po thojnë, e kom për krojen e familjes, bre, nejse, s'po du me zgjatë ma shumë, po edhe njerë për këthena, unë për një me, po thëmë, veç i shola dënë zoti. Amin i shola. Më dalin që ato letrat kanatës, do më thonë, më dalin letrat kanatës, sepse
besomni ose ju, stërnipat e mi kom i rajt, sinqerisht, kom i gënjy që jom për këti vene. Kom i thonë jom për nëj vene për Irlandës. As për Irlandës, duke në katun të Belfasti. Që veç stërnipat e mi mos me ardhin këtë vend edhe me kënu. Kaq. Mos bëjmë hajgare. Dashtu në koleg, panelist, shikus në dërum. Jemi të bajgare. E kemi fliq këtë vend. Mut në katëront, mund të dej këtu. Po, deri këtu. Më thonë, këtu e kemi eren, që e ku e kemi. Amon, për ju bëj apel, mos kënoni, ku shosh bre kjo qikë? Ka dul kjo këngëtare, prej ku dula, që a u bo me të, amon, bre ju luta, mos kënoni, ju kësha bo apel, që për ju drejtona kamerës, ti djallë ose qikë, që ke vendus me kënu, nalu njerë, veç nalu. Mere naj liber lexoje, dilë shëtiti pak botën, ktheu apet lexoje edhe naj liber, këshyre naj film të mirë, hinë në Google, best movies, e gjenë me njëherë, besom. Nga muzik të mirë, edhe mande kimi ashti lapsin, a kime kënu ajo. Mani bre se kare nga bënet. Amon, po ju bëj apel. Amon, mos kënoni. Oke, atëherë vazhdojmë me... Veç pak, më falë se meta pa diskutua dhe diçka, kam me shumë rëndësi, mos rastisht e keni ndëgju kongën e Faton Isufit edhe Fatos Kryezijut, Nargjile. Po, perl. Mos hamot. Kësha lutë regjin, Shaip, a ka mundësi me në elshu kongën pak të bojmë një analizë? Nargjile, e pina na e bojna, e talava. Nargjile, e pina na e bojna, e talava. Angut, Nargjile, pina na e bojna talava. E të mos e lësho këtë ven, që me t'ja qi venin e nonës. Shumë, sinqerisht për i flasë. Fatoni kënon, është këngëtar. Po mu më intereson mas shumëti, që ka bën aj tjetëri të, kjo aktori. Kjo aktori që ka kry pak shkollë, edhe gjatë shkollimit ka lexu për Homerin. Apo deni për kanë jam të folë. Bre Homerin ja shifra. Ta menimi jam, këta duhet me dalë publikisht, edhe me kërku falje, bile kisha pas qef me kontaktu Fatonin me njëherë. Shaip, a ka mundësi me thirë, a mundemi me realizu? Regjia na bën me dije që po lidhemi me këngëtarin. Ti dashtën, ma mirë është me motivu rinin, për shembull, na është belet kënojen, pa ma mirë o burë me kënua me pi gjëjin të gjithë ditën rrugëve. Po dhe guaja të lumët. Faleminderit. Alo? Jemi live nga emisioni Ekspertiza, njëri nga analistët tanë dëshiron të flas me ju. Po, ma? Faton, jam Vedat Gashi për emisionit Ekspertiza. Përshëndetje, zotri Gashi. Po, qka është puna e kësaj kongës që keni bo Nargjile? Vëllaj është kongë cila ka dhes vajke? E marre, a të vjen kështu? Marre për çka? Pa hajde të ju, Faton, se ti e këngëtar, edhe ha dyqysh, po aj aktori, qka po lyp aty? Ferna ato më rëburë pëse mu? Nga më Faton, unë e di që ke kry shkollë për muzikë klasike, e di dhe në cilin gjeneratje konë, kam respekt për ty, je stërnip i drisë seferit. Po, ha? Mos u emociona, kolegë. Ama, për një me, kjo kongë, bëha mi fera, është për duar trokitje. Kisha dasht për hirë korekcis, për gjithatu në të mira që i ke pas, me kërku falje para publikut. Edhe me thonë shumë thjesht, nuk përsëritet ma ky gabim, se për një me Faton, kjo kongë nuk thot sen. Po mare pa gajle.
kërkoj falje ty dhe krejt publikut. Fanderit shumë Faton. Alo kisha folë për jemi një tezë që kosha paguat, ha? Nargile, e pina na. Qëtu ta ngulli pak, ta gjujti një kënç, dhe me rëti me analiza nej, unë e palej pare, të shti në gjep, ta përmeni tezgën pak. Nuk ka rëndësi, kolegë. Rëndësi ka që a i kërkoj falje publikisht, edhe tjetër është që unë e bona një sen shumë të vogël, dhe më thonë e bona nisë në të vogël. Ja, është shumë rëndësi adin njëri me pas kujdes çka po thëtë. Kongë të reja kanë me dalë çdo ditë. Dhe më thonë, të rejat që dalin vjetrohen, ato do matë vjetra, bon halo matë vjetra, po këtë të rëndësishme është këtë farë mabeti, mirë ujtë me të krejës. Tjerat, bon kadal. Mirë, a keni diçka përmështu? Po e pash një ditë genën, kesh të tema i këtu në prezren, dhe plakat banjës me marë, një halë në varëgju kërë që ka bua të plaka, e një me e pash genën nga anë të kone dhe në i farspoti me gjiru aty, bashkë e thira dhe shek genë, pa e që tu, nuk o këthy, ta shka për më në shtu këtë thet, ja kom gjitë për flaksh në shret që tu këtë thirë e ne, a të me ditë që e thash. Jo, Urime vit i ri, mos kroni, mos bëni spote. Ai che faccio te